Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi vazhdon të injorojë pyetjet e televizionit Shenja. Në deklaratën e sotme për media dhënë para fillimit të mbledhjes për prioritetin e reformave urgjente të rekomanduara nga BE, Besimi ju shmang pyetjes për lirinë e shprehjes. Ju falenderit vetëm për përgjigjemi edhe në pyetjet lidhur me temën aktuale, dhe me thonë ajo që pritet nga Republika e Maqedonisë është implementimi i rekomandimeve që dalin për të gjitha fushat. Ne sot e kemi administratën shtetërore dhe lirinë e shprehjes. Edhe pse Besimi dërgoi porosi që reformat në media janë prioritare dhe kërkojnë një zgjidhje urgjente, megjithatë ai nuk e komentoi raportin e BE-s mbi lirinë e shprehjes. Implementimi i rekomandimeve të raportit. Ndërkohë kjo nuk është hera e parë që zëvendës kryeministri i ngarkuar për përmbushjen e reformave evropiane, ku bën pjesë edhe liria e mediave, selekton media dhe bojkoton pyetjet e televizionit Shenja. Para disa ditëve gjatë vizitës së delegacionit të BDI-s në Ministrinë e Ekonomisë, i pyetur se a do të shohim një vizitë të tillë në ndonjë dikaster që udhëhiqet nga partneri i tyre i koalicionit VMRO-DPMN, ai u përgjigj. Do vizitoj një ministër maqedonas Shëndetësor, zotin Zoran Pavres i Financave. A ka dikush pyetje, dikush tjetër? Sot jemi në Ministrinë e Ekonomisë. Bashkimi Evropian vite me radhë në raportin vjetor të progresit i ka tërhequr vërejtjen Maqedonisë sa i përket lirisë së shprehjes. Edhe në raportin e si vjetëm të BE-s u konstatuan probleme të shumta lidhur me lirinë e shprehjes dhe lirinë e mediave.